Meqense e prekëm pak, janë fajsuar vazhdimisht yndyrnat e larta si faktor i rritjes së kolesterolit, dhe kolesteroli është konsideruar gjithmonë shkaktar i sëmundjeve kardiovaskulare. Sa e fajson kolesterolin, sa indikator është? Kolesteroli si indikator unik, nëse merret i shkëputur dhe unik, nuk është shkaktar për asgjë. Kolesteroli i lartë në gjak nuk është shkaktar për asgjë, është pikërisht oksidimi i kolesterolit, veçanërisht nga karbohidratet e larta, sidomos nga karbohidratet e përpunuara, por edhe zakonet e tjera të këqija, të jetesës siç janë duhanpirja, përdorimi i alkoolit, ndikimi i faktorëve ambientale të tjerë që mund t'japin në oksidimin e kolesterolit, lidhjen e kalciumit dhe formimin e pllakave aterosklerotike. Ndërsa po ta marrësh një aspekt tjetër, kolesteroli jo vetëm nuk është i dëmshëm, por organizmi përfiton prej tij, sepse është një element bazë në zhvillimin e shumë proceseve në organizëm, qoftë në atë që thamë në ndërtimin e murit qelizor, qoftë në faktin që shumë vitamina, siç thamë vitamina A, D e K, janë të varura nga yndyra për të metabolizuar, për të realizuar funksionet e tyre, qoftë edhe për faktin që truri në masën më të madhe është ndërtuar nga yndyra, por për sintezën e vitaminës D, sigurisht dhe për futjen e vitaminës D në kockat e të kalciumit, dhe për ruajtjen e integritetit kockor është shumë e rëndësishme. Por mbi të gjitha unë e shoh në aspektin e ndërtimit të qelizave të shëndetshme rolin e kolesterolit.